e di më së miri. Allah ju shpërblet, ndërsa pyetja radhës është kjo. Thot një televizionist, un kam vendosur që të prej kurbanin, mirë po kam dëgjuar që në 30 orë nuk duhet ta lejm lëkurën. Çka ka të keq thot këtu? Vërtet kjo pyetje është me interes për shikuesit, pasi që jo rrallëherë ndodh që ai person i cili dëshiron me bë therrjen e kurbanit e merr do thot një kasap apo e çon edhe në thertore ashtu si ju e përmendni dhe e bën therrjen do thot dikush tjetër për faktin se me të vërtetë edhe therrja është një lloj mjeshtrie, nuk është edhe aq e lehtë, posaçërisht nëse është lop, atëherë me të vërtetë duhet do thotë kemi aftësi edhe njohuri se si ndodh therrja. Megjithatë, është e vërtetë se ekzistojnë edhe një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që kur të bën therrjen kasapi apo dikush që neve e marrim do thotë që të na e bëj therrjen, është e ndaluar si shpagim i atij shërbimi të cilën na e kryen neve kasapi që t'ja japim si kompenzim do thotë lkurjen e kurbanit dhe me atë do thotë ta kryejm pazarin. Është fjala do thotë ta bëjmë shpagimin e kasapit. Është e ndaluar. Nuk lejohet për faktin se edhe lkura e kurbanit numërohet do thot një lloj si do thot kurban apo si lloj dhënie të pasurisë të cilën neve e kemi bër dhe ajo duhet të shpenzohet apo të jipet për sadaka e jo do thot me anë të asaj sadakaje të bëjmë pagesën kasapit. Kjo është do thot ndalesa. Prandaj nëse jemi në situatë të tillë neve do të veçantë ta bëjmë pagesën e kasapit e nëse për ndonjë eventualitet për shembull nëse kasapi është i varfër edhe dëshirojmë të ndihmojmë ja japim lkurën si lloj sadakaje, këtë nuk prish punë, por do thot pagesa duhet me qenë veçantë ndaras do thot prej mishit të kurbanit apo prej lkurës së kurbanit. Zoti di më së miri.